Edi bredh në obor duke thirrur Dolcen. Dolce, Dolce, je duke më munguar, oj Dolce lushe. Romanca mes Edi dhe Dolces e lindur brenda shtëpisë së Big Brother VP Kosova. Duket se ka lënë gjurmë të thella të ai edhe pas largimit të saj, që kur Dolce u nis drejt shtëpisë së xhamit, prej nga më pas do të vazhdojë në Grande Fratello, versionin italian të Big Brother. Edi është dukur dukshëm i prekur emocionalisht. Dyshja u afruan dita ditës dhe u bën çifti më i komentuar i sezonit, me përqafime, puthje dhe momente të shumta të afërsisë që fituan vëmendjen e publikut. Por largimi i Dolces se ka lënë një boshllëk te Edi, i cili u pa madje edhe duke lotuar natën kur ajo doli nga shtëpia. Sot banorët pa një tjetër moment prekës. Edi duke shëtitur i vetëm në përobor, duke përsëritur me nostalgji. Dolce, Dolce, je ka mungon, oj Dolce lushe. Fjalët e tij janë komentuar nga ndjekësit kudo në rrjet, se sa shumë e ka goditur ndarja e papritur nga partnerja e tij brenda lojës. Tashmë pritet me kuriozitet se çfarë do të ndodhë me këtë romancë të sapolindur. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.